Përdorimi i institucioneve arsimore për qëllime zgjedhore. Gjatë periudhës së monitorimit, evidentoni në terren ose nëpërmjet postimeve në mediat sociale se ambientet e institucioneve arsimore si shkolla, biblioteka apo kopshte publike, përfshirë edhe oborret e tyre, përdoren për qëllime apo takime elektorale, qoftë edhe në ditë pushimi ose festë zyrtare, kjo përbën përdorim të burimeve publike, ndalohet me ligj dhe duhet raportuar. Ky përcaktim vlen edhe në rastet kur mungojnë alternativa të tjera të përshtatshme për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Në këtë kontekst, pjesëmarrja apo përfshirja e funksionarëve të lartë administratës shtetërore, si kryeministri, ministrat, zëvendësit e tyre apo drejtues të institucioneve ose agjencive që janë në varësi të tyre, në këto aktivitete përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë. Sipas pikës 1 të nenit 172 të kodit zgjedhor, shkelja e kryer nga subjektet zgjedhore dënohet me gjobë nga 100.000 deri në 500.000 lekë. Për funksionarët e tjerë, gjen zbatim pika 2 e nenit 171 të kodit zgjedhor dhe përrjedhoi, këta të fundit dënohen me gjobë nga 1.000 deri në 2.500 lekë. Raportimi i shkeljeve zgjedhore pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të konstatuara gjatë punës suaj është detyrë funksionale dhe kontributi drejt për drejt në zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta.